Këtu është horoskopi e enjte 16 tetor 2025 për ju. Mirëgjetur nga horoskopi i Fationit. Dashi. Idet favorizohen, por kujdes nga ata që përpiqen të bllokojnë. Në dashuri të justifikuar mungesat për arsye pune, ka nga ata që janë shumë larg shtëpisë. Demi. Dashuritë që janë në krizë, viktima të tradhtisë apo xhelozisë së tepërt, duhen menaxhuar me kujdes, sepse në të kundërt rrezikoni të përfundoni një lidhje apo të përjetoni shumë hutime. Binjaket. Maturia në punë, në marrëdhëniet midis miqve dikush mund të ngatërojë mendimet tuaja. Nuk do të çuditem nëse vendosni të ndryshoni jetën tuaj, statusin martesor, të bëni diçka të mirë, emocione në progres. Udhëtim ose udhëtime për punë dhe pushime. Gaforja. Mundohuni të shmangni shpërqendrime. Kjo nuk është koha më e mirë për të filluar me projekte të egzageruara. Luani. Pavarësisht nga disa borxhe ose probleme fizike që lidhen me të kaluarën, e ardhmja është në anën tuaj. Ka nga ata që legalizojnë një sindikat. Virgjeresha. E bukura është se ju reagoni më mirë ndaj provokimeve të jetës dhe se disa tensione që dukeshin të pakapërcyeshme në të kaluarën tani janë lehtësisht të menaxhueshme. Peshorja. Për punën që po paguani për shpenzimet e muajve të fundit që kanë qenë të rënda, projektet janë të mira, por nëse duhet të investoni ose blini, mos bëni angazhime të rënda. Akrepi. Ditë interesante, gjërat mund të shkojnë mirë. Ti ke aftësinë të lexosh përtej pamjes së jashtme, të shikosh përtej çdo situate që has. Shigjetari. Ka ardhur koha për të menduar në mënyrë konstruktive për të ardhmen. Me partnerët ose bashkëpunëtorët e duhur, mund të arrijen rezultate të shkëlqyera, edhe vetëm në pak muaj. Bricjapi. Në dashuri aq shumë ankth, ju prisni që dikush të bëjë një hap përpara ose të pranojë për ndonjë qëndrim të gabuar. Një person mund t'ju bezdis dhe nuk jeni të kënaqur me mënyrën se si të tjerët sillen, ju jeni kritik ndaj të gjithëve. Ujori. Ju jeni më optimist dhe simpatik. Një ditë që ju lejon të veproni në mënyrë koherente dhe shpejt në shumë fusha të jetës tuaj, por veçanërisht në atë të marrëdhënieve familjare dhe miqësive. Peshqit. Betejat e fituara, ju do të jeni në gjendje të forconi idetë tuaja, rimëkëmbjen e madhe psikofizike, pas disa muaj shqetësimesh, edhe dashuria bëhet protagoniste. Ka një lajm pozitiv gjatë rrugës. Abonohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.